Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër të nderuar, e kam përgjedhur sonte një temë, mos fyej ata që adhurojnë të tjerët pos Allahut subhanahu wa taala, diçka tjetër pos Allahut azza wa jall. Çdo fe tjetër që ekziston pos Islamit e që Islami është e vërteta, neve na ka mësua Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që ata mos mi fyje dhe mos mi shajt zotrat e tyre. Përkundër asaj që Allahu subhanahu wa taala na ka tregu që kushdo që thot Allahu është trej treve, ka trini, apo adhuron dikë tjetër pos Allahut subhanahu wa taala, është shirk dhe e pret zjarri, e pret xhenemi. Mirë po, për kundër asaj, Allahu në Kur'an që na ka thonë, mos i shani ata që i adhurojnë përveç Allahut subhanahu wa taala, adhurojnë dikë tjetër pos Allahut azza wa jall, sepse bosh sebeb ti që ata me ta shajt Allahun azza wa jall. Vallahi është të merr i madh kur i shoh disa komente të muslimanëve. Nuk po thom tash se cilit besimtar që është praktikues, se s'po du me besu që një besimtar i sinqert në Allah subhanahu wa taala e shan Jezusin, që i themi na Isaun a.s. Apo kupton? Nuk po muj me mendu një besimtar që mund me shajt Jezusin, apo kupton? Se kushdo që e shan Isaun a.s. ai del pi fjesë Allahut azza wa jall. Allahu po të thot mos me shajt dikë tjetër që adhurojnë idhujt, që adhurojnë dikë tjetër pos Allahut. E lërë mo ti mu qu edhe me shajt një pejgamber të Allahut. Pse? Sepse ata po na fyjen Allahun, po na fyjen të dërguarin ton Muhammedin a.s. po na fyjen shejtrit tona, po i fyjen, edhe tash na mu qu dhe mja u shajt, mja u fy ato gjëra që i adhurojnë ata. Mirë, nëse na ja shajmë ato gjëra që i adhurojnë ata, çka bëjnë ata vëllezër? Do mos do kimi au qel derën që ata me ta shajt Allahun azza wa jall. A e një zhvetin mirë o vllai jam në komente kur ata ta shajnë Allahun azza wa jall? Para mendo. Të merrosh ku ti sheh ato komente duke i shajt Allahun subhanahu wa taala. Edhe pse një krishter që e beson fenë e vet, që është në thojza besimtari fesë tyre, unë nuk di që mundet një krishter që e beson Zotin, Zot, po themi Zotin, Jezusin i thot Zot, ku e diune, që qotë edhe thot, apo e fyen Allahun, sepse në gjuhën arabe Zot i thënë Allah, edhe arabt krishter i thënë Allah. Dhe në një bje për e shonë kryusin tëndë, apo? A ne mos të bomi sebe vllazni në për komente, që ata me na shajt Allahun subhanahu wa taala. Po kjo nuk do me thonë që na, nëse nuk e shajmë Krishtin, nëse nuk e shajmë trinin apo atë trinitetin që e kanë, nëse nuk e shajmë na Biblën, nëse nuk i fyjem këto gjëra që i kanë të shajta, nuk do me thonë që na mos mi kundërshtu dhe mos mi kritiku gjërat që i kanë fenë e tyre, me argumente, me fakte. Veç ja qisim për para, Biblia, unë gjilli filoni, kjo bjen ndesh me këtë. Këto veprimet e juja bjen me unë gjilli ndesh. Triniteti bjen ndesh këtë me këtë. Idhuj që keni brenda kisheve bjen ndesh me këto versete të Biblës. Në këtë mënyrë e përdor dhe i godet me argumentet e tyre dhe pastaj ja jep edhe paralajmërimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Sepse, çfarë tham, sharja mund të shkaktoj një të keqe më të madhe. Po dikush mundet me ardhë dhe me thonë, po na pishajmë idhujt. Idhull. Ku gjësë është ajo? Idhull. Po e shajmë idhullin. Qa ka të keqe? Prej fesë tonë kemi që na mi urrejt idhujt. Politeizmin, idhujtarin. Prej fesë tonë kemi që na mi kritiku këtë gjëra. Pse po më thushti mos me sha? Po vlla, mos po të mos me kritiku. Po jo me sha. Se muslimon nuk shanë më vlla. Allah i shojnë në komente, sharje, kërsnime. Nuk shkanë kështu Allah. Nuk të mësën Allah azza wa jall kështu. A do të thotë se kjo duhet ta pranojmë besimin e tyre? Jo.
Këtë duhet me bëni dallim. Islami nuk na mëson të themi çdo fe është e vërtetë. Jo, sepse një fe është e vërtetë. Inna ad-dina 'inda Allahi l-Islam. Me të vërtetë, feja vetëm e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala është Islami. Dhe kushdo që kërkon fe tjetër pos Islamit, thot çka? Nuk do t'i pranohet atij në ditën e gjykimit. S'kam i pranu as këto as në ditën e gjykimit. Nuk ja pranon Allahu subhanahu wa taala një fe që është futur faktori njeri në librat e tyre. Sepse ne i sfidojmë të krishterët duke ju thonë, a ka mundësi me ma gjetë librin Injilin si që ka transmetu Isa a.s. gjuhën e ti, aramanishtja? Nuk ka. Gjuha originale po flasim. Gjuha ma e vjetër është greqishtja vjetër, që është Biblia, që është Ungjit. Mirë po, gjuha originale, si që është originali i Kur'anit, nuk ekziston. Kjo të bën me mendu që e vërteta ku është? Është në Kur'an. Sa Allah ka zbrit Kur'anin dhe gjithsesi ka me ruajt Kur'anin. Mund ta kundërshtosh Trinitetin pa shart krishterët. Nëse një krishter thot, Zoti është Trini, nuk ki nevojë me shajtë vëlla. Për shka po shan? Pse po shan? Thot, unë nuk e pranoj këtë besim, sepse Kur'ani na mëson kul huwallahu ahad. Allahu është një. Kështu na mëson Kur'ani. Feja jonë kështu na mëson. Thot, thuaj Allahu është një. Mund të flasëm për Isa a.s., për kryqin, për Biblën, për Trinitetin, për gjitha gjëra, me fakte, me dëshmi. Kush do me besu beson, kush do me besu vazhdo rrugën tënde. Kurani në mëson si të diskutojmë me i tharët e librit. Thot Allah subhanahu wa taala, mos wala tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan. Thot mos polemizoni me të krishter, me i tharët e librit. Ahla al-kitab, i tharët e librit, jehud dhe krishter. Thot përveç se në mënyrën më të mirë. Allah na falt, edhe na po bëjmë gabime. Allah po të thot me polemizu në mënyrën më të mirë. Nëse dojnë me pranu, walillahi alhamd. S'dojnë me pranu, lekum dinukum waliya. Ju e keni fin tuaj, na kemi fin. S'shona unë ty me të mytë, pse ti je krishter apo jehudi. Ki fin tonde, ka që vazhdo. Jemi në shoqëri islame, është për shembull shteti që është sheriatik, unë ty të mbroj. Edhe nuk ka asnjë problem. Thjesht unë tregoj që je gabim. E kom obligim për Allahut me të tregu që e ki gabim. Çdo me besu, lekum dinukum waliya din. Mirë, po jo fyerje, jo poshtrim, jo sharje, jo arrogancë e kështu me radhë, sepse Allah subhanahu wa taala çfarë thot? Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me këshill. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma, me urtësi. Wal maw'idhatil hasana. Wajadilhum billati hiya ahsan, dhe polemizo me kundërshtarët e tu në mënyrën më të mirë. Dhe jo me të kop shejtani aty, edhe me dalë për sistemit, apo. Pastaj thot, edhe kur kundërshtari sillet keq, Allah na falt, sepse kur kundërshtari sillet keq, ty të kop shejtani dhe ti sillesh keq, apo. Atër problemi është vllazni që po e qesim epshin para argumentimit. Sa ai të ka shajt, ai të ka fy, atër ti po e kundërshton me epsh, apo? Thot, kjo është pjesa më e vështirë, është e lehtë të jesh i edukuar, kur edhe tjetri është i edukuar. Subhanallah, shumë fjalë e madhe. Kur e ki përballë një person i cili është i edukuar, është lehtë mi ja kthy në mënyrë të edukueshme, edhe ti sillesh i edukuar. E vështirë është kur e ki përballë një njeri që s'është i edukuar. Kur të shanë, ko di unë, ty li farë loje fliqin komente, edhe ti mu tregu i duruar me edukat. Kjo është problem. Allah na boft më konë sinqirt në debate edhe në kundërshtime, apo edhe të edukuar. Thot, dikush fyrë Muhammedin a.s. Dikush tallet me Kur'anin, dikush i sulmon muslimanët. Këtu s'provohet, morali ju në thot Allah subhanahu wa taala, let mos ju shti urrejta ndjen një populli që të bëheni të padrejt. Thot, pra edhe kur urrej një besim të gabuar, mos lejo që kjo të bësh pa drejtësi. Apo,
Mos e ngatroni refuzimin e kufrit me fyerjen apo thot ka dallim mes tyre dy gjërat. Thua është triniteti është besimi pa vërtet sipas Islamit, është kritik. Mi po më thonë ti je i poshtër, ti je fliqan, ti je kështu, atëherë është pak problematike kjo gjë që muslimani s'duhet ta bëj sepse bie në nivelin e tij. Apo bie në nivelin e tij. Islami e refuzon adhurimin e Isait alayhis salam, por nuk kemi nevojë të themi Isa o kështu dhe kështu. Allahu na ruajt me thonë Isa alayhis salam. Zaten subhanallahu keni vërejt vllazni që muslimant nuk e kallin Biblën. Muslimant nuk e vizatojnë Isaun alayhis salam. Aja qesin bombën kokë Isaut alayhis salam dhe me shku me bu karikatura në për gazeta përpara që në konë, apo sot në internet, nuk e bëjnë muslimanit ta. Subhanallah. Ndërsa e djatha ekstreme, krishtere që është, i bëjnë këtë sene. Kundrejt Muhamedit tonë alayhis salam, kundrejt Kur'anit. Na, edhe pse nuk e besojmë Biblën e sotshme, që është fjalë e Zotit, sepse është fut faktori njëri, po prap nuk quhemi Biblën me marrë dhe me kall apo me shkel. A keni pa ne musliman që e bën? Se bën, subhanallah. Nuk e bën muslimani. Po themi muslimani, se ne kafir që i atribut Islamit është diçka tjetër. Ama muslimani me marrë Biblën edhe me kall, kjo është vepër e kufarve. Kjo është vepër e të tjerëve që neve na bëjnë Kur'anin e marrin. Keni pa në Evropë që e kallin Kur'anin apo? E shajnë Muhammedin alayhis salam. Se të këta nuk ka shejtri, subhanallah. Na shejtrit e tyre për kundër asaj që në shirk i respektojmë, po nuk do të thotë që nuk i kritikojmë. Edhe themi gabim e ki. Pastaj, sepse Isa alayhis salam është pejgamberi i Allah, çfarë bëjmë me Biblën dhe kryqin? Nëse diskutojmë një krishter për Biblën, duhet të flasim me dije. Nëse kemi argument për një pasazh verset, e sjellim versetin. Nëse kemi kritik historike, e sjellim kritikën historike. Nëse flasim për kryqin, themi që ato çka beson Islami, e tregojmë çu thot Allah subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Ata as nuk e gozhduan, e as nuk e kryqëzuan. Ajeti po të suratu Nisa 157. Ata as që e vron e as thot që e kryqëzuan. Nuk e vron. Po atyre ju duk që e vron kishe. Sa Allah i ngriti Isa alayhis salam. Po, shtu e themi na. Dhe kjo është besimi ynë. Nuk mund të vritet Zoti. Sa ta kanë thonë që pa ata e bëjnë një lloj dyshimi, fusin që Jezusi ka qenë natyrë njerëzore dhe natyrë hyjnore. Natyra hyjnore është hek, natyra njerëzore ka mbet. A po kuptoni? Në që i bie që Allah pas ka hinë trup, pjesa Allah pas ka hinë trupin e Jezusit alayhis salam. Pastaj thot, kjo është akidi atyre, nuk keni nevojë ta shohim kryqin për ta shpjeguar kët, argumenti i Kuranit mjafton, sjellja jon mund të jetë shkak që dikush me dëgjoj Islamin vllazni. Wallahi një sjellje e mirë, Allahu na falt prap. Një sjellje e mirë mundet më bëhet që krishteri me pranoj Islamin. Është një sjellje e mirë. Pse be dikush nuk e ka të vërtetën edhe sillet më mirë se ti? Nuk e ka të vërtetën, subhanallah. Edhe sillet më mirë se ti që je musliman. Fatkeqësisht. A mendoni se ai person do të ketë dëshirë ta dëgjojë Islamin? Por nëse muslimani i thotë unë nuk pajtohem me ty, por po të dëgjoj. Ja ku qëndron dallimi jon, ja argumenti im, le të diskutojmë me qetësi. Plot krishterë, të cilët e kanë pranuar Islamin në Evropë, kanë pas muhabete, shoqënime, disa muslimanët ja kanë treguar të vërtetën dhe pastaj çfarë? E ka shti me menu krishterin, tu menu. Se ndonjëherë vllazni ti veç ja çet një fjalë. Bavaki një orë flet, një fjalë që aty i dhezët. Pak para se me fjet aty, veç të të filoni më ka thonë që të fjallë. Edhe që e botë sebeb për me qilë Kur'anin, bovaki. Edhe donë Allah subhanahu wa taala e pranon Islamin, sebepi yt. A di që do më thonë me pranon Islamin, sebepi yt një krishter? Me largu prej zjarmit xhehenamit? Kostan më të madh. Çdo vepër që e bën ai, ty të shkojnë sevapet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Thot profeti ishte i butë në thirrje, profeti sallallahu alajhi wasallam ishte më i fuqishëm në argumentim, në të vërtetën, por njëkohësisht më i lartë në moral, thot me mëshirën e Allahut ti u solli but me ta. Dhe i tha Musaj dhe Harunit, çka i tha? Flitni atij
fjalë të buta. Kujt mi thonë fjalë buta, vllazni? Faraonit, subhanallah. Faraonit. Flitni ati tha fjalë të buta. Kujt? Faraonit. Që ka thonë, unë jam Zoti juj. Unë jam Zoti i lartë. Kush ka thonë? Faraoni. E Allah për thotë, Musait Harunit thotë, flit një fjalë të buta. Se ndoshta kthehet. Subhanallah. Këta s'po thënë unë jam Zoti. Ta po thënë i besojmë Zotit. Po gabimisht po i besojmë Zotit. Domethënë ky tjetri po thotë unë jam Zot. Përkundër kësaj, Allahu për thotë shka dhe sillu me fjalë të buta. Flitni ati fjalë të buta, Taha 44. Faraoni ishte për njerëz më arrogant dhe më tiran, por Allah i mësoi pejgamberëve të flisnin me fjalë të buta. Islami nuk ka nevojë për vulgaritet. Një gabim që shohim sot është se disa njerëz mendojnë se sa më shumë të shajnë, aq më të fortë janë fi. Na e kemi te grupet tona. Për shembull ata që kanë ekstremizëm tekfir, sa më shumë ti bësh qafira njerëz, çaq më i fortë je. Ky tjetri sa më shumë ti bësh bidatxhi, çaq më i fortë je në menheq. A keni vret? Na kemi këta. Njëta gjashtë edhe te krishterët, të cilët po na shajnë, po na sulmojnë. A ki po çush e shajnë për shembull familjen Jasharit, disa të Shqipnisë, disa krishterë të Shqipnisë. Pse e shajnë? E shajnë për shkak të Islamit. Nonën Zaide, ku e diun Adem Jasharin, pse i shajnë? Jo si njeri, si individ, po e shajnë për shkak të fesë që e kanë pas. Për atë arsye e shajnë ata. E urrejnë. Sharja nuk është argument, bërtitja nuk është argument, poshtrimi nuk është argument, vulgariteti nuk është argument, argumenti është argument, Kurani është argument, Suneti është argument, dia është argument, urtësia është argument. Sharja, vllazni, bërtitja e madhe aludon që ti nuk e ki argumentin dhe të ka godit shumë ai ty edhe të ka qitë për sistemit. Jo çdo herë, se në herë njeriu e ka argumentin, po s'u kontrollon, dhe më thonë nervozën s'u kontrollon. Edhe pse e ka, emocionet s'u kontrollon. Por duhet kemi edhe xhelozi për fen, të mos fyjem nuk do të thotë të jemi indiferent. Duhet ta dojë tauhidin, duhet ta urrej shirkun, duhet ta mbrojë të vërtetën, duhet të përgjigjet kur shtrembohet Islami. Dhe një rregull që duhet ta mbajmë mend është kur flasim me të krishterët, le ta mbajmë mend këtë. Kundërshtoj besimin, mos e fyj ata. Refuzoj shirkun, mos bën padrejtësi. Thot mbroj tauhidin, mos përdor gjuhë vullgare. Sjell argumentin, jo sharje. Dhe mbi të gjitha, thirr me urtësi, jo me arrogancë, mos bëj diçka që Allah e ka ndaluar, sepse Allah nuk mbrohet duke kundërshtuar urdhrin e ti dhe vëllezër të dashur. Në fund, ne besojmë se Islami është e vërteta, ne besojmë që Allah është një, ne nuk besojmë, refuzojmë Trinitetin, ne nuk besojmë se Isa a.s. është Zot, ne refuzojmë shirkun, adhurimin e dikë tjetër, adhurimin e dikujt tjetër pos Allahut subhanahu wa taala, por megjithatë nuk i shohim ata që i adhurojnë këto gjëra. Mos i shohni ata që i adhurojnë përveç Allahut. Kjo është fe, kjo është urtësi, kjo është drejtësi. Deri në takimin e radhës, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.